Gjesti plas deklaratën e fortë sa kalon linjën e kuqe për Olën, ti je për krevat, të kam parën se çka bën natën, edhe Veselë i kundërvihet asaj. Debatet midis Gjestit, Olës dhe Veselës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 po bën çdo ditë më të tensionuara duke kaluar linjat e kuqe. Së fundmi ata janë përplasur sa rish në oborrin e shtëpisë, kur debati i tyre ka arritur kulmet. Në një moment gjatë diskutimit, këngëtari është drejtuar Olës me një deklaratë që ka habitur të gjithë. Si e për Lule ti e për Darka, të ftoju në krevat për tjetër sens si e ti. Këto deklarata shkaktuan reagime të furishme në rrjetet sociale, teksa ndjekësit e programit janë të ndarë në mendime, teksa një pjesë kanë kritikuar Gjestin për mënyrën se si është shprehur Olës e madje duke theksuar se meriton edhe një zarf të zi, duke qenë se ka kaluar saqet, e disa të tjerë kanë parë se një pjesë të dinamikës të lojës e debateve normale midis banorëve. Nuk është hera e parë që Gjesti e Ola përplasen, teksa kanë pasur debate të forta e marrëdhënia e tyre po bëhet gjithmonë më e vështirë. Kjo edhe pas hyrjes së Xhenetës, teksa Ola ishte vetmi që e përshëndeti, duke i thënë se një femër e fortë, ndërsa banorët e tjerë të gjithë kanë mbështetur Gjestin në këtë moment. E duket se ajo që nuk prite ishte edhe përplasja e diskutimi midis Veselës dhe Olës, teksa edhe ky i fundit tashmë i është rikthyer kundër Olës, teksa edhe ai kaloi limitet duke i thënë: nga kjo të njohun ty, një 10 vetave ja ke marrë burrat, ja është ti merr burrat të tjerëve. Teksa Ola ja ktheu, siç bëjnë edhe shoqet e tua, teksa Veselë ka shpërthyer: shoqeve të mia, ti lëpish gishtin e vogël të këmbës së majit ti, o fancia ime e zjarrt, ti nuk dështon të marrësh burrat të tjerëve. Kanë qenë deklaratat të cilët shumë komentues po i shohin se dita ditës po bërë më të skajshme dhe se nuk po pyetet për zarfin e zi, i cili u bëri me dije që të moderonin gjuhën.